أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مبعوثا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Filloj me emrin e Allahut, mëshiruesit pashoq, bamirësit të pashem. Falenderimet, lutjet, madhnimin, adhurimin, përkuljen, ja bëjmë vetëm Allahut, vetëm për Allahut përkulemi dhe vetëm prej tij kërkojmë shpëtim dhe mëshirë, si në këtë dynja që na mashtron në çdo moment, gjithashtu edhe në ahiret atje ku do të kemi fatin për gjithmonë, inshallah në xhenet na takon Zoti. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, në radhë parë po prezantohem unë jam Fiti Flugaj, përndryshe jam drejtor për median në Bashkinë Islame të Republikës Kosovës dhe jemi për momentin ja 10 vjet në gjithë territorin e Gjermanisë. Ju kemi ardhur ju vizituar në radhë parë dhe mi përcjell edhe urimet dhe përshëndetjet e miftiut edhe gjithë Bashkisë Islame të Kosovës me rastin e muajit të madhënishëm Ramazan. Urojmë që ky muaj për gjithë juve edhe gjithë besimtarët musliman ku janë në botë, në veçanti për ju, qoftë një muaj i begatave ashtu që është muaji Ramazan. Inshallah Allahu kabul dhe makbul agjërimin, ibadetin përgjithësi që e boni, ziaretet, iftarët, ketë, sefyret, gjitha inshallah Zoti i bën kabul. E inshallah në ditë kiametit është dëshmitar për me pështu për mi pështu xhehenemit edhe me në xhennet inshallah. Pra jemi të porositur për miftijut që t'i përcjellim selamet për gjithë juve edhe me lutë Allahun xhelle xhelaluhu që ashtu siç keni qëndruar gjithmonë stoik, inshallah Zoti ju jep shëndet e jetë gjatë, e keni mbarësi edhe shëndete të mira në familjet e juaja dhe në shëndetin e juaj inshallah jeni mirë gjithmonë. Vëllezër të dashur besimtar, jemi në 10 ditën e fundit të Ramazanit. E për 10 ditën e fundit të Ramazanit, përveç që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu ka thënë rahma, awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itqun min an-nar. Që ka kuptimin fillimi 10 ditë i parë është rahmet. Dhe ai që merr këtë rahmet nuk e ka problem me agjeru Ramazanin, e pastaj hin makfiret, i falen gjunahet dhe 10 ditët e fundit arrin me e mbyll derën e xhehenemit, aitkun min an-nar, do të thonë i pështum, i abstenum, i largum prej zjarmit xhehenemit. Inshallah të gjithë jemi prej tij. Mirë po, 10 ditë i fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Hazreti Aisha radhiyallahu anha, kur vinte 10 ditë i fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte rrypin në brezën e tij dhe normal hynte në itikaf. Itikafin e keni dëgjuar. Itikafi është mbyllja brenda xhamisë dhe 10 ditët e fundit nuk ka të drejtë më, nuk jep vetës atë nivel, atë standard, që mos deli jashtë aty edhe mos ketë kontakt intim me bashkëshortën. Do të thotë 10 ditë qëndron veç në adhurim. Flen që aty, han që aty, i dërgon familja ushqim ose shoqënia. E pejgamberi selam, këto 10 ditët e fundit jep të zor shumë. Ibadet shumë bënte. Dhe çka na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i porosiste shokët e vet, po dhe neve na porositën që në këto 10 ditë e fundit ta hulumtojmë. Të bëjmë hulumtime për me gjetë natën më të vlefshme, jo sa nimi muaj, po më e vlefshme se sa nimi muaj. Se shumë kush a di për merr 83 vjet e 4 muaj bojnë nimi muaj bën 83 vjet e 4 muaj. Jo, nuk është qëllimi aty.
Mufesirët, shpjeguesit që ka shpjeguar Kur'anin, kur flasin për atë periudhë, shokët pejgamberit, periudhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka zbrit ky ajet kuranor, khairun min alf shahr, që thot Allahu në surën Qadr, arabët nuk thonin kur rrishin te 1000, thoshin 1000 e ma shumë. Nuk shkonin me numërim saktë aty. Po 1000 u kon ai limiti i lartë, edhe ma 1000 e dytje. Që jep e kuptue se kjo natë, cilët thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hulumton e thot, lypën e thot në 10 ditën e fundit të Ramazanit, netët tek 21, 23, 25, 27 edhe 29. Këtë vit, muaj Ramazan, si që dim, 29 ditë është i parapam, dhe dietarët, duke shkuar nga ajo se natyrisht, si zakonisht, paraqiten disa shenja në qiell, paraqiten disa shenja që i ndijnë besimtarët, po kanë ardhur përfundim dietarët që nata 27 konsiderohet nata e 4. Kur kemi të bëjmë me natën e 4, cilën do ta shqyrtojmë edhe në hutbë, kjo natë pra është më e vlefshme se 1000 muaj, jo sa 1000 muaj, mos e merrni gjithmonë këto, po më e vlefshme se sa 1000 muaj. Që do thotë i kalon 83 vjet e 4 muaj, gjë që Ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është na mëson pejgamberi dhe vetë që ka jetuar diku te 83 vjet veç nda për dunjos, na si ummet atë mesatare ne kemi 60 deri 70. Ajo është mesatarja. Dikush jeton në 100, dikush jeton në 40, 50, po mesatarja merret e ummet. Kështu që askush nuk i garantohet që do të jetojë 83 vjet, e marr shumë. Mirë po për me arrit atë nivelin e afërsisë të Zotit edhe shpërblimin, dhe me fitue atë shpërblimin maksimal që i ka përgatitur Zoti për besimtarët, është pra nata e 4. Një natë që po them për cilën detajet do t'i flasim në hutbë. Po ne po ndalim tash te 10 ditëshin i fundit i Ramazanit, në cilin kemi hyrë edhe po ecin ditët shumë shpejt. Në radhë parë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, lidhur me agjerimin, në ajetin kuranor që e bën obligativ agjerimin e Ramazanit, thot, estaizu billah, bismillah, ja eyyuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Përveç i për nga të regonë Allahu Gjellëshanë hun këtë ajeti kuranore për nga drejtojt neve besimtarve. Këtë generatat dhe në ditë kiametit, ajeti ju fletë besimtarve. Se në Kuran kemi ajete që i flasin njerëzimit mbarë, ajete që i flasin pejgamberit, dhe ajete që i flasin vetëm besimtarve. Kur kemi të bëjmë me obligimet, Allahu nga drejtojt, ja eyyuhalladhina amanu. Për shembull kia ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Për bidon salavat e pejgamberit. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum. Ktu po na tregon që një është bë obligative për neve agjerimi, po këtu po lidhet edhe me historikun e agjerimit, se po thot Allahu sikur që u bë obligime edhe popujve të mëhershëm pi Ademit alayhis salam e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë agjeruar. Po, agjerimi i kompletum këtë formën që farë është tash, është prej ummetit Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. edhe para se mi ardhë shpallja, lidhur me agjerimin, ka agjeruar. Davudi a.s. një ditë ka agjeruar, një ditë jo, edhe u konë kovaç. Ka punu me hekë, ka punu në Korin aty, ka shkri hekrin, e ka punu, e ka po ato ngurojat edhe farë helmeta këtë june, edhe ka gjeru një ditë po, një ditë jo, që pejgamberi a.s. e lavdron shumë. Hazreti Merjemja,
ka agjeruar një javë ditë, ose një muj ditë, ka në obligume, mos mi folë kërkujnë, hiq kërkujnë mos mi folë. Musa a.s. ka agjeruar këtë agjerim për një javë ditë para se me marë shpalljen edhe ka prishin. Tani ka thuj Allah edhe njëri ka thonë shkaku i erës gojës. Era e gojës besimtarit, agjeruës, të Allahi është ma e dashtë, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është hadith sahih, thotë ahabbu inda Allah min rihatul misk. Ma e dashtën të Allahu që kjo era që neve na pengon ka njerë, sidomos në raport kur jemi me njerëzit duke fol, e njëm ka pakat erën e gojës, mirë po të Allahu xhalla xhelaluhu, kjo era e agjerusit është ma e dashtën se sa era e miskut. Subhanak ya Rabb. Kjo është feja jonë, kjo është dini islam, e cili të mëson, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Feja ka si udhëzim, nuk është me sjellë risi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Erdha që ti përsosi virtytet morale, nuk erdha që të bëj një risi ku me ditë çka. Pse? Sepse virtytet ishin, parimet ishin, po arabët në atë periudhë, mos flasim për bizantinët, për ne evropianët, edhe për aziatikët, persianët që ta iranianët që janë, da ishin shumë devijum. Kishin kaluar në devijim total. Dhe të ma nuk ishte vlerë njeriu. Qa që keq ishte. Për dhe arabët, tregohet se pejgamberi sallallahu kur ka emigruar në Medinë, vëllezër të dashur, nuk ka gjetë njeri më të vjetër se 40 vjetë. A dini këtë punë? Nuk ka gjetë njeri më të vjetër se 40 vjetë. Sepse në luftë, vazhdimisht luftë, sidomos fisi Eus edhe fisi Hazreq, që ishin dy fiset më të mëdha në Medinë, e vritnin njëri tjetrin. Bizantinët me persianët, me iranian, evropianët me këtë iranian, e vritnin vazhdimisht lufta. Por kur gjë hiç, veç me marrë territor, edhe me marrë rob, me bërë robnim ma shumë. Do thot njeriu kishte kaluar në instiktin shtazarak. Nuk kishte më kritere as për moral, nuk vlerësohej njeriu, dhe erdhi pikrisht kjo fe e jona e cila tani nga viti i dytë hijri filluan obligimet. I pari obligim ka filluar namazi. Prandaj pejgamberi sallallahu edhe para se me vdek 3 herë tha shokët vet as-salat thumma as-salat thumma as-salat. Pse? Shumë interesant. Edhe pse namazi nuk e arrin e ka këtë siç një përbëmje tjetër apo një materie tjetër, megjithatë namazi është i pari obligim para se me emigru pejgamberi sallallahu që u bë obligim në qiell e zbatohet në tokë. Edhe prej rahmetit Allahut, Allahu xhalla xhelaluhu, mas i obligoi 50 vakte mi fal në dite. Hazreti Musa, sipas hadithit, tregon se i thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kërko edhe një herë thotë Allahi edhe kërko që të reduktoje se 50 namaze s'mundën mi fal umeti yt. Ai kishte përvojën e vet me umetin e vet, cilët për një moment kur shkoi me marrë Tevrati, kur u kthye i gjet devijum. Edhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam i bën rigja Allahut, e kinin me vlyta dhe e këndojmë na shpesh atë pjesën kur i bën rigja Zotit, edhe Allahu xhalla xhelaluhu ja le vlerën e njëjtë, po 5 herë 10. 5 namazë mi fal, po secili namaz 10. Ndërsa në muajin e Ramazan, subhanallah, në muajin e Ramazan, sunetet e taravih që i falim, shpërblen 11. Një reqat, një taravih, me gjitha të reqate, se në islam edhe shkronën që i lexon ti, Kur'anin që i lexon namaz, ka shpërblim veçantë. Çdo gjë ka atë kategorive. Mirë po, namazi në Ramazan, farzët që i falim na, kjo xhumo për shembull, inshallah taala neve na shënohet për 70 e marr shumë xhumoja. Bi idhnillahi taala. Normal, Allahu xhalla xhelaluhu edhe në obligimet që ne ka caktuar, si namazin, si agjerimin, qëllimi kryesor të agjerimin na tregon Allahu xhalla xhelaluhu, thot
la'allakum tattaqun. Jo po në obligim, sikur po bëhet më hershëm, në mënyrë që të arrini nivelin e devotshmërisë. Devotshmëria nënkupton niveli më i lartë edukativ, kulturor, në rrafshin horizontal, në raporte me njerëzit, se me Zotin është i vetmi obligim që Allahu Gjalla Gjalalahu, vllazën dashur, shumë interesant është, që namazin, thash, e ka obliguar në qiell, zbatohet në tokë. Shpërblehet një me 10 jashtë Ramazanit, një me 70 e ma shumë gjatë Ramazanit. Mirë po, me laqët janë detyrume. I kemi me laqët kratë djatë e kratë majtë, që duhet me registru në moment që ti e falish namazin, ta registrën. Agjerimin nuk i kalon me laqët punë, hiq. Me laqët ka thonë, ju me laqët s'kini punë agjerimin. Agjerimin e përcjellë Zotit direkt, edhe e shpërblen direkt, pa kërkesën e pa shërbimin e menaqme. Kjo është argument. Hadithi Qudsi. Kullu amel ibni Adem lahu illa saw, fa innahu li wa ana ajzi bihi dhat Allah. Këtë vepra tjera që i bën të mira, ibadetet e ndryshme, qoftë namaz, qoftë zakatin, qoftë haxhillëk, qoftë sjelljet e mira me prindin. Sjellja e mirë me prindin është një prej ibadeteve. To mos e harroni. Allah i veç nuk ka thonë mi ransesh dhe prindërve. Për ndryshe ka thonë, mas namazit tem, mas të boni namaz, mas të madhuroni mu, thotë Allahu, wa qada rabbukum alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ju kum caktue, përveç meje s'kime adhuru kënd, e mas adhurimit tem, thotë Zoti, kini mi bon i tatë, i thonë ananat shprehjen e vjetër që kanë përdorur, respekt edhe mirësjellje edhe kujdes maksimal ndaj prindërve. Ajo e keqja që na kemi filluar me imitu, kemi filluar me ndërtu edhe çka, është një pjesë e juaja shumë e madhe këtu edhe kudo nëpër këtë gurbetin që janë të ndihmue, ju me një jetë mirë, unë ju kuptoj shumë mirë, vallahi po. Po edhe çka Halil Kastrati ka ndreq shtëpinë e pleqve. O vllazër, kjo është shenjë keq. Kjo është imitim i qafirave. I atyne që nuk e besojnë Zotin si duhet, që kanë devijue, që s'kanë koncept familjes. Investon këtë jetën tonë, dhe kjo ardhë në gurbet për shka, me kriju kushte më të mira ekonomike e vladëve tu. Edhe në fund të vladë me të gjujty, me shtin në aty në që pjëdhën ata, në ata në Shqipni e përdorni këtë shprehje që e përdorni ju në Gjermani për refugjatët, ajo që jetën ati i vendit. Edhe mu me mëquës fëmijët e mi tani me më plasë që aty me mlonë nuk është në rregull kjo. Këtë jetën e ke investuar në fëmijë, edhe në fund me të gjujtë, ose na, Zotë na ruaj. Por unë e kam prindit, edhe dikush shumë mi që a i keni këtu prindit. është merë. Kjo është feja jonë. Dhe më thonë, ibadetin që e bëjmë, këtë ibadetet tjera, me laqët janë detyrume. Ose të presin deri në namaz sabahit, a jepet duhe, edhe apo qosh me kryat namazin që i ke lanë, ose nëse ke bënë gjuna, apo pendohesh, e që atëherës të shenon veprën e keqe. A veprën e mirë, namazin, moment që i bënë, me laqë me njëherë e regjistronë. E ke nëru një plak, me njëherë, një jetim, me njëherë të shënohet. E ke respektu dikan, me njëherë shënohet vepra. I ke folë me të mirë dikuj, i ke thënë a u lodhe, me njëherë shënohet ajo, shpërblimi. Sa që Zoti Gjellalehu, në Kur'anën Adhimu Shen, Kur'anën famlar, e thot një hadith shumë të bukur, të surja Zelzele. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Edhe nëse ju keni një punë të mirë, sa atomi. Dherre, në arabisht i thënë atomit. Bombës atomik i thënë kumbule dherrije, për dherre. Dherre, dhe sa atomi në ditë kiametit, ka me thonë që. Nëse është e mirë, po edhe nëse është e keqe, edhe se penduhet dhe në namaz sabahit, të regjistruar keqja, edhe në kofë sa atomi ka me thonë që keqja që kemë. Inshallah nuk në bon pjetë në këqive, po inshallah në bon Allah të mundën që vepra tona me
e ngarkuar peshojen ndaj veprave të këqija, e inshallah në ditë kiametit na kaplon rahmeti Allah. Mirë po, Allahu Gjelle Gjelaluhu të ditë insanin që është i luhatshëm, bon gabime gjatë 11 muajve, e cakton muajin Ramazan, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Subhanallah. Tu është ai obligimi i muajit agjerimi i muajit Ramazan, jo agjerimi. Agjerimi është ajeti i parë që obligohemi me agjerue. A më kur me agjerue? Atëherë pason që ky ajeti tjetër thotë muaji Ramazan është muaji që ka zbrit Kur'ani dalluesi të vërtetës nga pa vërteta. Ata që dëshmojnë, e përjetojnë, ata që e bërrin muajin Ramazan, gjatë që shokët e pejgamberit kur boke 6 muaj pa mërrin Ramazani, thoshin: "O Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Rabb." O Zot, na bën të mundë ta mërrim Ramazanin, sepse vlerën e ka të jashtëzakonshme Ramazani. Edhe thot Allahu në vazhdim të ajetit thot, ata që e mërrin muajin Ramazan, që e përjetojnë muajin Ramazan, ata thot le të agjerojnë. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Çka më agjerua? Më agjerua muajin Ramazan. Sepse është muaji Ramazan vllazër për nder që ka zbrit Kur'ani, ka zbrit Tevrati i Musës a.s., ka zbrit Zeburi i Davudit a.s., ka zbrit Ungjilli i Isës a.s., ka zbrit suhufët e Ibrahimit, suhufët e Nuhut, suhufët e këtë pejgamberëve, ka zbrit muajin Ramazan. Është muaji i revelatave, muaji i mesazheve hynore, cilat kanë zbrit kreta në muajin Ramazan. Mirë po e përmbyll zbritja e Kur'anit. Mirë po e përmbyll Kur'ani. Dhe thot nderi i vjen muajit Ramazan. Muaji Ramazan nuk është i shenjtë. Këto ta keni kuptim, ta kuptoni se kanë pasur në një televizion të folë atje në Kosovë. Unë personalisht e kishin qitë në për shkrime ka mos fillon teologu po thot so është muaj i shenjtë. Po nuk është muaj i shenjtë. Muajt e shenjtë në Islam janë në Rexhepi, 2 muaj para Ramazanit. Rexhep është muaj Dhul-Qa'de, Dhul-Hijja edhe Muharram. Këta janë 4 muajt e shenjtë. Çfarë ne kuptojmë muajt e shenjtë? Muajt e shenjtë, unë sa për sqarim se e shoh, ndoshta keni dëgjuar, dikush ka dëgjuar, dikush jo. Po 4 muajt e shenjtë në Islam ndalohet lufta këto. Ndërsa në Ramazan muslimanët kanë korr sukseset më të mëdha. Mongolët në muajin Ramazan i kanë mund. Vallahi edhe në kohën bashkëkohore, me 10 Ramazan, ushtria egjiptiane, 73-ën, 74-ën, ka rrit me 10 ditë Ramazanit me mund Izraelitet. Në përndryshe s'kan mund me mund Izraelit, forcat e Izraelit. Me 10 Ramazan. Dhe thot, gjithmonë, pejgamberi selam, me 17 Ramazan e ka bo betejën e Bedrit. Çlirimin e Mekës në Ramazan. Muslimanët fitoret më të mëdha janë. Këtë aspektet i arrin muajin Ramazan. Po edhe fitoret më të mëdha që arrin gjatë gjithë jetës është pikërisht nëpërmes agjerimit e arrin që ju thash më herët, Musa a.s. i kishte thënë Zotit: "Ja Allah, a ka kush që ka më mrrin më shumë se unë që po folën mas perdes?" Thot po, atë është një met. Është një met për mbetin e Muhamedit a.s. E sidomos për neve, kjo gjenatat e vashme, do më thonë, mas tabinve. Unë e parë e shpjegova edhe këta. Se tash, do për thënë, unë jam selef. S'ka selefi. Selefi jënë konë shokët e pejgamberit a.s. Selefizmi ka përfundu me shokët e pejgamberit. Ata jënë selefë salih. Ma selefive jënë tabinët, jënë djekësit e selefive. Tabinët, që kanë rri shokët e pejgamberit. Mos na janë tepi tabinët që kanë rri ata që kanë rri shokët e pejgamberit. E mos na pasojmë na muslimanët që jemi ehli sunne wal jamaa. Për shia mo keni marrë vesh, ata kanë eskaluar në shumë aspekte. Inshallah Zoti udhëzon ose jo më çarën, i lumi Allah. Tash muaj Ramazan një më të mot na mundson na vend dispozicion neve besimtarëve musliman deri në ditë kiametit ka më na mundsue
me realizue atë qëllimin ma final, e që është, si që thamë, që thëtë Allahi, Musa a.s. thëtë, unë ja vjek perden kretë. S'kan perde hiq. Anë veç ati në Ramazan, nas kemi perden me Zotë. Ta e dini vëtë. 24 orë në Ramazan, jemi një ibadet. Pse? Gjatë ditës je agjerushëm. Gjatë natës, bon, falë taravit. Falë përveç farëve, falë edhe taravit. 23 qate janë, si pas Hazreti Omerit, radiallahu anhu, i cilin periudën kur ka sunduen asi, e ka marrë, edhe kjo është hadithul ether, që na e marrim si të kryme këtë punë, po disa pja japin përparsin vetën, pi falin 8 recate, pse pejgamberi ka falë një 8 recate në xhami, mos ne ka shkuar, i ka falë 12 shtëpi, po ti janë do sunetet pejgamberit që nas mundi me asi, përderisa Hazreti Omeri, që është i garantuar me xhenet, edhe na ka caktuar neve 20 recate, mi falë taravi, e na dalim matë menqët, ja i falin veç 8 se bodhja 8, hajse, se pejgamberi që shto, edhe shkon shpimës në habitesh në televizor, jo, edhe shkon 12 recate, mos i falë hiq. Nëse, okej, kur je familjarisht, shkaku i granimit, për shembull, mos me dalë për shtëpi, s'kan mundësi me shku larg, ki hoqë në shtëpi, ki djalin hoxha, ki vetë hoxha, edhe si i detyruar me kon imam, nuk je imam dikun, okej. Ose edhe si e hiqi hoqë, po i bin Kur'anin mirë, edhe jo falesh familjes, a mo i falë 20 recate. S'ka ti me lujt, nuk kemi drejt na mo mu marrë me këtë çështje. Se Hazreti Omeri ka marrë, këtë çështje ka marrë përsipër edhe ka krye. Një hoqë i Egjiptit dietar që më thonë Zosetina, Imam Muhammed Mutawalli Sha'rawi, ai e merr si shkak se Hazreti Omeri thot për mi bashkuar xhamatin, edhe me një farforme, edhe me kontrollu një tjetër me di që i ka falë 20 recate. S'kam nevojë unë me më kontrollu përkush se unë nuk pajtoj të ajo pika e kontrollit. Pse? Sepse na namazin e bëjmë për Allah, nuk e bëjmë për me pa njëri tjetër. Megjithatë duket namazi që po bëjmë namaz. Te agjerimi pra vëllezër dashur, qëllimin esencial e ka me na ngrit nivelin më të lartë se melaçat. Devotshmëria besimtarin e kalon nivelin më të lartë se melaçat. Pse? Sepse melaçja s'ka dëshira, s'ka kërkesa, s'ka epshe që i thënë Shqipni. Ata e quajnë epshen, ai thona dëshira, kërkesa, kojte. Populli jon i vjetër e ka përdor kojte. Oj, kojte, apo shkon ti me zgjidh problemin, a une, tha i thoj ke 2-3 hera që zgjidh ke probleme, derisa bind ke veten që e ka jek kojten, e ka jek atë egon, atë kërkesën, atë dëshirën e tij, mu korruptue, edhe tani po shkon. E kojtja. Kojten faktikisht e edukon mas mirti agjerimi i Ramazanit. Agjerimi i Ramazanit pra na bën nivel më të lartë se melaçja, sepse melaçja vetëm ushqime ka adhurimin e Zotit dhe zbatimin e urdhrave të Zotit. Që kjo është me çeto ushqet melaçja dhe u kry muhabeti. Ndërsa insani, na, secili që tu jemi. Badiava, ai Hazreti Alia ka provu veten një herë për me marrë një si gjype, e ka provu veten apo i shkon mendja namaz për diku. Asi, edhe e ka pa veten të mirë po. Në Ramazan, vllazën, vërtet ne arrim me kon për mi me laçën, sepse i frenojmë e nalim veten e pijonave që i kemi të lejuar jashtë Ramazanit, për çka? Veç për hatrin e Allahut. Ashtu që në fund Allahu xhalla shanehu, që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'un tawabin, secili biri i Ademit bën gabime, është gjunaqar, më i mirë gjunaqarve është ai që pendohet. Për pendim të plagosës agjerimit, Allahu xhalla xhelaluhu nëpërmjet Muhamedit alayhi salatu wassalam na mëson që është një merhem, një shërues që e shëron edhe ta mundson me bart agjerimin ynë me shkue komplet i shëndosh te Zoti, e kjo është vitri. Dhe pikrisht e kemi emanet mi u treguar se vitri edhe zeqati që shumica besimtarëve muslimanë nxjerrin zeqatin në Ramazan, shkaku i shpërblimet shumë të larta që janë, këto duhet jepen institucion, janë obligim fetar, janë shtyllë e fesë islame. Nuk është këtu, nuk ka drejt në mënyrë paushale, në mënyrë individuale me vendos vetë ku dush me lon, ku dush me. Kjo është vendim i dietarëve që duhet na me përcjell këto,
edhe me zbatuar çysh kanë vendosur dietarët e trojeve tona. Sadakën e keni të lirë, e keni të hapur ku doni e çoni sadakën. Po sadaka s'ka të bëj, sadaka është një punë vullnetare në veti që fiton shpërblim shumë të madh, largon belan për fëmijëve, e largon belan për vetës, e largon belan për shtëpisë, për farefizit kur jep sadak. Ama zeqati është shtyllë e fesë islame. Vitri është pjesë e agjerimit, e agjerimi është shtyllë e fesë islame. Për fenë islame merret institucionet përkatëse, siç është një pjesë e këtyre institucioneve është edhe xhamia juaj. Prandaj, ta keni parasysh, emanet para Allahut, që o tham, ju merrni çysh doni. Se tash patëm ma herë muhabetin, romakët kanë thonë, për çaje sun to. Dhe për me shkatrua, për me marrë një shtëpi, duhet me hipi mrena. Neve muslimanëve na kanë hiqë çështë shumë, për na dalldisin, për na përçajnë format ndryshme, një prej përçarjes dhe një prej atyne që do ta humbim luftën e kësaj dynjaje, është edhe mos respekti i hoxhallarëve të juaj. Edhe akuzat që i drejtojnë jo keq përdorin vitrin, jo keq përdorin. Unë bashkë me hoxhën e juaj, me shumë hoxhallar që janë edhe në diasporë, edhe në brenda Kosovë, edhe në brenda Maqedoni, edhe në brenda Shqipëni, edhe në Marzi, e ku i kemi hoxhallarët, këtë jemi produkti medreseve. Jemi rrit prej vitrave juaj, kemi mësuar prej vitrave juaj. Haxhi Sherif Ahmeti thotë që mos më kanë vitrat, na duhet me mbyll medresen. Në atë kohë, kur mi kon komplet ska pas, edhe veç një medrese kon e shqiptarëve edhe një medrese e bosnjakëve në Sarajevo. Dy medrese kon me vitra. Me vitra, o majt medrese, o majt bashkia islame, o majt feja islame, me parat e juaja është majt, po edhe bazat e bashkisë islame janë të ju, të popullit. Na jemi institucioni popullit, nuk jemi institucioni shtetit. Nuk marrim ndihmë prej shtetit. Prandaj ju them, ndashin të shkuë vitri ku duhet. Se më ka ndodhur një rast në fshatin tem, i kam ndihmuar jetimit, kur u shkollu u bë shumë i Zotit djali, këshia e vetë i thotë, me vitrat e mia je shkolluar e rrit. E në çmar shumë keq. E hub edhe vlerën e vitrit vet, te Zoti mo si jetë kur gjon, por në anën tjetër e në çmar. Kështu që vitrat edhe zeqatin duhet me dhonë në bashkësitë fetare, ju faktikisht e keni xhamin këtu, e tani xhamia i menaxhon ashtu siç e ka planin e vet, gjithmonë duke ndëruar këtë bashkësitë islame. Inshallah Zoti juve ju shpërblen me të mira, ma bëni Allah e zgata pak, po e kishëm për obligim më dhoni sqarim, më kujtue se ju këtë dini, unë e kuptoj atë muhabet, po Allah e thot inna fa'ati dhikra tanfa'ul mu'minin. Dhikri, përmendja është e dobishme për ne gjithë. Edhe ju duhet me pa përmend nëse e bëni gabim, edhe unë, mirë po këtu nuk ka me bëjmë me gabime, po më shumë me vetëdijsimin rreth fesë tonë edhe rreth agjerimit. E mos harroni se agjerimi pra ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpërblimin tepër të madh, saqë nuk është në gjendje kur me imagjinuar besimtar. Inshallah Allah tonëve ju shpërblen Allah me tona të mirat, edhe inshallah agjerimi i juaj edhe joni e gjithë besimtarëve më rrinë të Zoti që thona na shnoshe mirë, sepse pa e dhënë vitri ku duhet, jetë agjerimi i varën, sikur televizori që shot i varën mur, që ashtu të pejgamberi selam, nëse nuk jepet deri para namazit bajramit, jetë agjerimi që ashtu i varën, e nuk shkon te Zoti. Inshallah Allahu ja mundson të gjithëve që agjerimi më shkoj si më mirë, ma bëni halal për zgjatjen e këtij minutazhi ose keni edhe punë sot është ditë pune, pak e tepruar, po inshallah Zoti e shkon prej juve dhe neve na e shkruan për sevap minutat që i kemi harxhuar këtu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.